Në çdo shtet demokratik, llogaridhënia është themeli i shtetit të së drejtës. Çdo institucion duhet t'jap shpjegime për veprimtarinë e tij përpara organeve të përcaktuara nga kushtetuta. Në republikat parlamentare si Shqipëria, ky rol i takon kuvendit si përfaqësuesi sovranit pra popullit. Në letër kjo është një logjike pastër demokratike. Pushteti politik që buron nga vullneti i popullit kontrollon pushtetin ligjzbatues që ushtron funksionet nga e drejta që i njeh kushtetuta e miratuar po nga populli me referendum. Për shkak të veçorive të Shqipërisë, kryesisht në degradimin politik të pushtetit në korrupsion do the kundërta. Në vend që kontrolli të shërbejë për transparencë, ai është shndërruar në një farsë kushtetuese, ku personat që mund të jenë subjekt hetimi marrin në pyetje hetuesit e tyre. Kjo tablo absurde është produkti një tranzicioni të gjatë dhe të deformuar politik. Në një shtet me institucione të dobta dhe me një nivel të lartë korrupsioni, logjika e kontrollit demokratik thehet shpesh në instrument mbrojtje politike. Deputetët që janë kanë qenë ose mund të jenë në hetim nga SPAK, sot pyesin në sallën e parlamentit drejtuesit e atij institucioni për mënyrën si po bëjnë punën dhe detyrën e tyre. Në pamje të parë kjo mund të duket si ushtrim normal i mbikëqyrjes parlamentare, pra edhe formë normale kushtetuese dhe demokratike. Por në thelb është një përmbysje e funksionit kushtetues ku prokurori që ngre dhe mbron akuzën në gjykat merret në pyetje nga i hetuari ose kandidati për i pandehur dhe i akuzuar në gjykat. Ironia është edhe më e madhe, po të kujtojmë se vetë reforma në drejtësi, e cila solli në jetë SPAK-un dhe GKK-on, u miratua nga një parlament me përbërje të kontaminuar nga korrupsioni dhe lidhjet me krimin. Kështu reforma nisi si një projekt për pastrimin e sistemit, por u shoqërua që në lindje me një konflikt interesi strukturor, ligjvënësit që miratuan ligjet ishin potencialisht objekt i zbatimit të tyre. Sot kur SPAK ka nisur të veprojë realisht, kjo kontradikt është bërë e dukshme. Hetimet dhe dënimet ndaj ish-ministrave, deputetëve dhe zyrtarëve të lartë kanë krijuar një ndjesi të re përgjegjësie në publik, por edhe një reagim mbrojtës në politik. Dhe ky reagim manifestohet në kuvend, ku drejtuesit e institucioneve të drejtësisë raportojnë çdo vit përpara atyre që mund të jenë në dosjet e tyre. Në vend të transparencës, këto seanca shpesh kthehen në aren presionesh të fshehta, pyetjesh me nën tekst dhe sinjalizimesh politike. Në planin kushtetues, raportimi i prokurorisë para kuvendit nuk është problematik në vetvete, ai ekziston edhe në shumë demokraci të zhvilluara. Por ndryshimi është se në ato vende raportimi bëhet për politikat e ndjekjes penale dhe për performancën institucionale, jo për hetimet konkrete. Në Shqipëri vijat ndarëse mes këtyre koncepteve janë të paqarta. Deputetët shpesh kalojnë kufirin duke kërkuar llogari për çështje që janë proces hetimi duke shndërruar llogaridhënien në presion. Kjo situatë ka pasoja të drejtë për drejta për shtetin e së drejtës, së pari e gryen pavarësinë faktike të drejtësisë, e cila edhe pse kushtetuesisht e mbrojtur ndodhet përballë një pushteti politik që ende zotron mekanizmat e ndikimit publik. Së dyti e deformon perceptimin qytetar, kur publiku sheh prokurorin që merret në pyetje nga i hetuari. Krijohet përshtypja se të gjithë janë njësoj dhe se drejtësia është një lloj pushtetesh, jo një mekanizëm i drejtë barazie. Së treti ajo rrezikon ta kthejë reformën në drejtësi në një proces të brisht politik të varur nga ekuilibrat e momentit. Në këtë kontekst, Shqipëria ndodhet përballë një pyetjeje thelbësore, si të ruaj parimin e llogaridhënies pa cënuar pavarësinë e drejtësisë. Zgjidhja nuk qëndron në heqjen e raportimit parlamentar, por në rishikimin e mënyrës si ai ushtrohet. Raportimi duhet bëhet mbi bazë të indikatorëve të punës, jo të dosjeve penale, mbi transparencën institucionale, jo mbi përmbajtjen e hetimeve. Po ashtu mund mendohet për një mekanizëm të ndërmjetëm mbikëqyrës me përbërje profesionistësh. Pra teknicien është të fushës, por edhe një minorancë personalitetesh nga fusha që lidhen organikisht me organet e zbatimit të ligjit penal. Kjo zgjidhje do të siguronte më shumë balancën midis kontrollit dhe pavarësisë së pushteteve. Për sa kohë që në sallën e kuvendit ata që duhen hetuar do të pyesin ata që duhet të jetojnë, Shqipëria do të mbetet peng i një paradoksi kushtetues. Një demokraci ku ligji është në teori i barabartë për të gjithë, por në praktikë ende i detyruar të jap shpjegime përpara atyre që ka për detyrë të ndëshkojë.